nga papërgjegjshmëria e të qenit në timon. Nuk është që thjesht të ngasësh një makinë. Sepse siç e tham, nuk varet vetëm nga ne çdo situatë. Patjetër që rreziku i jashtëm është akoma më i frikshëm. Hyn ajo pjesa e mentalitetit që edhe sikur ta di, i duket vetja sikur po ta respektoj, është humbet pak atë burrërin, siç e kemi edhe në shkollë. Çunat që mësojnë në shkollë ne i bullizojmë. Nëse dy makina nisen për një destinacion, edhe ti shkon me 100 në orë, edhe unë shkoj me 70 me 80, diferenca është 5 minuta e mbritjes në destinacion. Ama rruga që ti bën si pasagjer me këtë shofer është skandaloze. Në krahasim me shoferin tjetër që vonohet 5 minuta më shumë. Pra ti rrezikon jetën për 5 minuta më shumë vonesë. E kuptoj, kush beson që janë meshkujt ato që janë më të rrezikshëm në rastin e parakalimeve, se po më doli një parakalim përpara. Parakalim i gabuar, edhe më bëri shumë përshtypje, domethënë, pse nuk janë në korsinë e shpejtësisë, janë shumë më shpejt se ato që janë në korsinë e shpejtësisë. Janë më të rrezikshëm? Po janë më të rrezikshëm, se janë më të guximshëm. Edhe kur nuk duhet, edhe kur nuk lejohet. Disa argumente që pa i paragjykuar, se shpeshherë ne po jemi duhen paragjykuar, se ne po ecim shumë mirë, ai bëhet sebeb që unë të vdes prej atij. Më kupton? Ai duke bërë një parakalim të gabuar, si parakalimi që u bën nga një gocë, po nuk ka rëndësi, nga një gocë në Itali. Një parakalim i gabuar merr jetën e 5 personave të tjerë që nuk kanë faj, janë duke ecur shumë normal duke respektuar çdo lloj rregulli. Ndodhin aksidentet nga padituria e rregullave apo ndodhin edhe për shkak të infrastrukturës, edhe për shkak të rrugës, pra kush janë ato arsyet kryesore që ti ndër vite i ke analizuar dhe që thua po këto janë? Kryesorja është padituria, mos respektimi sinjalistikës, mos respektimi i rregullave, guximi i tepërt, padurimi për të pritur, ose për mos ta bërë veprimin në momentin që nuk duhet, të gjitha bashkë janë se... Kam vënë re edhe një lloj mentaliteti shumë ndryshe që ato që janë me makina më të shtrenjta shpeshherë shoferët i respektojnë më shumë. Pse ndodh kjo? Se kanë frikë të godasin, se kanë frikë të paguajnë. Jo vetëm për goditje, po edhe për pjesën që le të kalojë ai përpara. Po sepse supozohet janë më të shpejta, supozohet ata që po ngasin janë me lek, ndoshta janë njerëz që kanë shumë fuqi. Edhe ne e dim këtu kush janë me lek, ata që janë me lek mund të jenë edhe njerëz që kanë fuqi dhe mund të ndryshojnë, po. Njerëz që kanë fuqi ose që s'kanë ose janë në efektin e lëndëve të ndryshme narkotike dhe ka qelluar që ka ndodhur që ka ndaluar vajzë djalë, një djalë i tillë në rrugë dhe kanë goditur vajzën. Janë bërë 2 çuna bashkë, kanë goditur një vajzë për një konflikt në rrugë. Do të thënë në këtë nivel arrin sistemi jonë shqiptar. Në vend të atij lajmit që mund publikohet për aksidentet, çfarë duhet publikohet? Se me patjetër nuk mund të fshesh duhet të publikohen ndëshkimet mbas atij lajmi. Pra ndëshkimet. Duhet të publikohen ndëshkimet mbas atij lajmi. Del tjetri i droguar, vret 5 veta në rrugë, jepet lajmi, okay, shumë bukur, çau bë. Çfarë ndëshkimi u dha për këtë person, sa ai për një muaj del prap. Ai për një muaj del prap, ndërkohë që ka marrë jetën e dikujt. Pra duke publikuar shumë ju gazetarët ndëshkimet, marrin shembull edhe pjesa tjetër. Ndëshkimet duhet të jenë shumë të fuqishme në pagesa. Si janë ndëshkimet? Në pagesa, ndëshkimet në Shqipëri janë të kapërcyeshme. Nëse dihet një shumë, hajt se e pagove i ke shpëtove. Nëse të marrin një burg, hajt se dole. Po, e zgjidhin dhe mes njëri tjetrit. Ndëshkimet janë ato që duhet publikohen, jo ndodhit. Pra, çfarë ndëshkimi u dha që ne të tjerët të dëgjojmë edhe siç është ai parkimi dysh që thanë do futen në burg. Po. Për parkimin dysh ja ku i ke. Që vazhdojnë akoma. Çfarë mban botën, gjithë botën, Suedin, Greqin, Amerikën, dëshkimi, taksa e lartë, pagesa e lartë, gjoba e lartë dhe burgu dhe etj. Nëse ky nuk ka frikë nga ndëshkimi, nga pagesa që do ketë, ky do bëj lloj-lloj shkeljesh. Me patjetër dhe ndonjëherë ai arsyetimi, shiko, është pak sa i drejtë arsyetimi qytetarëve me idenë që sidomos Tirana është shumë e mbingarkuar, mungesat e parkimeve janë shumë të mëdha, por gjithsesi është e pajustifikueshme. Ndërtojnë vend banime, por nuk ndërtojnë vend parkime. Por gjithsesi është e pajustifikueshme që në momentin e parë që ti domethënë normalisht ndalon në parkim dysh, ti mund të kesh një urgjencë, një fëmijë të vogël, një të smur, një të moshës. Por nuk mund të kenë të 10 ato makina tani urgjencë. Pra nuk mund të kenë. Ai mund të jetë te kafja aty. Ti e shikon si të drejtë. Hapet e derën, unë çfarë duhet bëj tani? Ose do devijoj dhe do godas të tjetrin, ose do ndaloj rrugën time që s'kam pse të ndaloj unë se ai ka ndaluar hap të derën. Dhe automatikisht rreziku përfshin 2-3 makina në një rrezik. Unë jam shofere mirëfill, po një shofere që është pak më e re në profesion, në atë moment panikoset, ai ja dhe polici mbrapa.
Po mundohet të liroj parkime dyshe. Në fakt policia është duke ikur për shefin e tij. Jo, se po liron parkime. Urojnë që ja, besoj mbase mund të ketë edhe ndonjë urgjencë, por që po sa i përket punonjësve të policisë, si sillen ata me femrat në timon, në momentin që mund të kenë bërë një gabim, mund të qëndrojnë në celular, shpeshherë unë shoh edhe në rrugë që e përdorin celularin. Nuk po them në masivitet dhe burrat edhe gratë, por që po flas si sjellja e tyre. Unë kam parë që ndëshkohen, ndoshta edhe mua më kanë ndaluar ndonjëherë edhe pse unë jam profesioniste, por duhet të jenë ndëshkimet më të forta. Na pëlqen, s'na pëlqen, duhet të jenë ndëshkimet shumë më të forta që ne të gjithë si popull të nxënë. Mendon që kjo do t'i parandalosh shqiptarët për të arritur te gabimet? Patjetër, ndëshkimi po. Nëse ai një shkelje sa do të vogël e paguan shumë lek dhe bën gjithatë mundim për ato lek, do t'i dhëm më shumë. Nga kush has më shumë vështirësi shoferët në Tiranë, nga kalimtarët, nga biçikletat, nga motorët, kush është ai problemi më i madh? Në rast të parë nga semaforët që janë të gjithë jeshil. Për shembull, do të kaloj këmbësori, dua të kaloj unë, do të kaloj dhe kryqëzimi tjetër. Vjen një moment që në shumicën e semaforëve në Tiranë janë të gjithë jeshil. Pra, kalon dhe këmbësori dhe makina. Kjo është një dhe për dikoj që nuk i di rregullat, është shumë e rrezikshme. Për dikoj një këmbësor që nuk i di rregullat. Po s'ka për të ditë rregullat aty, se ti respekton semaforin, futesh se e ke jeshil si këmbësor. Ndërkohë do unë futem se e kam jeshil, është më mirë ta lësh pa semafor dhe ta zgjidhim vetë me marrëveshje, sesa të mendojmë të gjithë se kemi të drejtë. Shqiptarët me marrëveshje, je sigurt? Po, ne funksionojmë më mirë me marrëveshje. Në Elbasan, nuk e din që se ke parë, është një kryqëzim që nuk ka asnjë lloj semafori dhe të betohem të kalosh atje do 40 minuta, dhe është një gjë 5 minuta, kështu që unë te kjo e marrëveshjes ti rea paske besim.